Epstein, Johnny Depp dhe Amber Heard, avokatët e të cilëve ishin në gjykat me rastin e divorcit dhe vendosën një datë të re për nisjen e procesit gjyqësor. Për më shumë detaje e shohim bashkë showbizin për sot dhe më pastaj do të kthehemi në studio për t'ju informuar në pika të shkurtra për përmbajtjen e këtij edicioni. Dhe tani do t'ju informojmë se kush janë në mysafirët dhe njeri cilat janë temat në kuadër të këtij edicioni të programit të mëngjesit. Po fillojmë me këndin matine. Sot në këndin matine për temë kemi zgjedhur të flasim për atë se sa Kosova është e gatshme të përballojë fatkeqësitë natyrore, madje për një gjë të tillë tashmë ekziston edhe ky ligj, i cili është qëllimi i këtij ligji dhe njëherë në bazë të këtij ligji çfarë duhet të ofrojnë institucionet qytetarëve për mbrojtje në rast të fatkeqësive natyrore. Për më shumë këto detaje do të na i shpalosi në studio përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme. Më pastaj edhe ju e dini tashmë që mund të çoni pyetjet apo dhe komentet e juaja përmes linjave tona të drejtpërdrejta telefonike. Ndërkaq në pjesën e dytë të këtij emisioni do t'ju takojmë me rubrikën Siguria në rrugë, që tashmë e dini se realizohet në bashkëpunim me Kolegjin Tempulli dhe AMRKS-n. Këtë herë do të flasim në studio me ekspertin e mjekësisë ligjore, zotin Arsim Gërgjaliu, me cilin do të bisedojmë për atë se sa është duke bërë mjekësia ligjore për trajtimin e rasteve sa i përket autopsisë së personave të cilët pësojnë aksidentet rrugore. Në fakt të nderuar shikues, ne kemi marrur shkas nga ajo se nga përfaqësuesit e gjykatave që kemi pasur në studio pikërisht në kuadër të kësaj rubrike, na ka thënë se mjekësia ligjore është duke u vonuar për trajtuar rastet sa i përket autopsisë së personave që pësojnë pranë aksidentet në komunikacion. Andaj juftojmë që edhe sot na përcjellim me fillim në orën 9:30. Këto janë temat kësaj mysafirët për sot të nderuar shikues, se në ndërkohë ne do të vazhdojmë mbledhjen e këtij edicioni me të dhënat sinoptike, të shohim si do i kemi temperaturat në vend, rajon dhe në Evropë përmes grafikës tonë që në KTV mundsohet nga jep.